Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësita këmet Allah subhanahu wa ta'ala, ati për gjërom që të lavdëroj dhe të begoj dhe gumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazhjede. Të në vëllezër, shpesh ndodhë që disa koncepte fetare ne i pranojmë, ose i përqafojmë edhe ngjyrosemi me to. Edhe ndoshta kur e kena përqafu një koncept, edhe kur e kena marrë ose kur e na bind për ta parë atë koncept si të vërtet, e ka pas një domethënie që ka qenë bazike, që na ka bërë neve me bëj çfarë ndryshe. Mirë, po ndodh që pastaj me kohë përcaktimi mbet, po jo ndoshta ajo domethënia bazë. Përcaktimi mbet, për shembull, në një fetar. Ka vite që jemi në udhëzim, alhamdulillah. Kemi filluar më falë, shumë çka ka ndryshuar, domethënë jetën tonë. Mirë, po ndodh që ndoshta disa domethënie bazë, disa botkuptime themele kanë shku në harres, ndërka gjurma asaj domethënie ka ngel. Gjasat që ka ngel janë të mëdha, mirë po janë të mëdha në një kohë që nuk kanë ngelën me atë fuqinë e parë. Ç'i bie? Domethënë, janë 7-8 arsye pse ti falësh. Janë 7-8 koncepte që të shoqërojnë pse falësh. Mirë po një për këtyre 7 koncepte u kon bazë, u kon temel, u kon shtyllë. Që ajo u harru. Ka met namazi me një 5 domethënie të tjera, nuk është më ai namazi më parshëm. Është e qartë? Ose domethënie vepra, praktika, përcaktime, distancime tua për disa mëkateve kështu më. Përpara se me një temë, po duhet që këtë pjesë, që këtë koncept me zbërthuj pak më kadal. Pastaj me një tema që kam përzier për me trajtuar sot, për me kuptuar çka është kjo shtylla mbajtëse e një koncepti. Shtylla mbajtëse e një koncepti. Për shembull, ne kena në Kur'an, po i marr 3 shembuj. Shembulli i parë është shembulli ku Allahu subhanahu wa taala në Kur'an disa vepra ose disa mëkate kur na flet për to, na thret për të bërë, ose na thret për me hek dorë, na thirr o ju që keni besuar. Dhe kjo që Allahu subhanahu wa taala e përgjigj imanin gjatë kumtesës, e ka një domethënie që themel prej themeleve, shtyllë prej shtyllave, më kon ti i mirë në këtë vepër, ose më kon i mirë në braktisjen e këtij mëkati, do të jetë për herë të pas në konsiderat që po i përgjigjesh thirrjes së imanit. Domethënë, çë vepër është e keqe, ndoshta as fitra s'ta pranon. Apo? Ndoshta kultura familjare ti, alo pa ani ti ke thirrje kuranore ti se ke bëj çat vepër. Mirë, po ti kur do me sforcu për caktimin tënd, në raport me të, po kjo është Allah me imanin ka lidh. A më çfarë domethënë? Tash, fakti që Allahu e ka lidhur një çështje me imanin, ty të shoqënon kushtimisht ton, të bën presion për me e pas si projekt të jetës referimin të kjo bazë, të kjo shtyllë. Koncepti është, i jap me jetë konceptit në bazë një shtylle. Për shembull, thot Allah subhana, ja ju alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, runi vetën, edhe familjen e ju, runi prej zjarrit. Koncepti i prindërimit të mirë, koncepti për shembull që baba do të më bëj çmos për evladin, nana do të më bëj çmos për fëmijën e vet, apo kjo është koncepti i natyrshëm. Vetëse një nana dhe një babë që edukimin e fëmijëve, edukimin fetar të tyre, e lidh me idenë që duhet me pas fëmijë që mas zbardhin fytyrën. Nuk është i barabartë me atë si thotë, jam tu përpjek mi fshtu pi zjarrin e xhenemit. Kush e ka shtyllën më të fortë? Se ky shka e ka thjesht me edukim, thjesht me prindërim të mirë, nesër dikush që ja sjellën një opsion shumë interesant që mundet me josh. Edhe pastaj nuk bëhet prioritet mi fshtu pi zjarrin e xhenemit. A keni vënë ndonjë vëllazër, ndoshta shpesh te çështja e edukimit, kur ndjesën se komo zgjat kjo pjesë për arsye se është para përgatitja e temës. Për shembull te çështja e edukimit, na përmendni shumë arsye të cilat janë të njëjta me të tjerët. Po nuk është sforcuar mesin ton që edukimin na të bëjë se e dimi se nëse nuk je edukumi fetarisht, bën nesër pasardhësit tonë domethënë lënd djegse e xhenemit. Ose një shembull tjetër. Thot Allah subhanahu: "Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim." O ju që keni besuar, mos u bëni miq, mos u afroni, mos krijoni lidhje të fuqishme, mos krijoni lojalitet me njerëzit me të cilët është i dhuruar Allahu. Tash për shembull ti, fjala bie, këta njerëz me të cilët Allahu është i dhuruar, përvoja jetës të ka mësuar se pa besimtarët, njerëz të xhehelit, janë njerëz që ose me dy pas standarde, nuk janë ndershëm, tradhtojnë, se kanë një frikë pi Zotit që më nal prej tradhtisë, apo. Kjo që ti po nalesh nga këto domethënie, respekt. Është më thon, unë nal nga miqësimi me përcaktimet e kundërta, se Allah po thot
po më thirr me iman, o ti që ke besuar, mos të mos jesh kaq i afërt me ata me të cilët është hidhur Allahu subhanahu wa taala. Ndaj për shembull shumë muslimanë se nuk kuptojnë këtë konceptin e lidhjes së afërsisë me pabesimtarët. Se nuk kupton se nuk ka të lidhë me këtë temën e imanit. Se kjo është shtylla që ta ma këtë temë. Është e qartë? Mundesh me pas përvoja të këqija me fëqim pabesimtar, apo? Edhe pastaj me pas kuptue poshtërsinë e tyre mbas të përvojës tënde personale, po përvoja jote personale nuk do të mundon më e madhe se sa kjo shtyllë që Allah me iman po ta lidh që mos krijo domthon afërsi të madhe me pabesimtarët. Ose për shembull Allah subhanahu wa taala thot wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dhe ju mbështetni te Allahu nëse jeni besimtar. Allah ka mujt me thonën jashtë Kuranit ose mund të thuhet jashtë Kuranit. Mbështetni Allahut nëse domethënë jeni devotshëm. Mbështetni Allahut nëse domethënë jeni musliman. Allahu kur e ka përgjell nëse jeni besimtar ka dash me të prutë çka do të thonë. Nëse do të tevekulin me pas tani jetën të pranishëm, tani jetën të shmëthirë. Allahu me iman e ka lidhë çështën e tevekulit. Domethënë edhe besimtar, edhe mos më mbështet Allah, edhe besimtar e më mbështet në rregullat e suksesit. Edhe besimtar po me u bazun diçka tjetër e jo që Allahu ta dhuron suksesin e kështu me radhë. Domethënë vëni moment, fjala bie për shembull, e ki tevekulin te do tema në fillim, pastaj kur ja nis mu koni suksesshëm, del më tema e tevekulit prej prioritetit. Ai del prej prioritetit tema e tevekulit një njeri që thot përderisa Allah e ka lidh me iman, ke i bie që do të tani jetën. Tani jetën do të pasën, domethënë të fuqishme. Ose për shembull thot Allah subhana, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. O ju që keni besu, jeni devotshëm te Allah dhe hakni dorë pikamotës nëse jeni besimtar. Hakni dorë pikamotës nëse jeni besimtar. Tash barra e mëkatit, kur flasim na për mëkatin e kamatës, apo zakonisht ato transmetime që ka të krahasu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me disa mëkate shumë të vështira, apo domethënë kemi frikë që na kthehet në pasuni, kemi frikë që mumi me pas një pasojë jetë. Pse për shembull për neve mos më kon shtyllë mbajtëse e konceptit të distancimit prej kamatës, fakti që Allahu kur na ka thonë hakni dorë, na ka thirrë me emrin e imanit. Edhe na ka thirrë tu na thonë nëse jeni, domethënë besimtar. Jashtë Kuranit ka pas logjik me thonë edhe me përshkrime domethënë të tjera. Që kjo është shembulli i parë, shembulli që për shumë vepra, shtylla jote e stabilitetit, shtylla jote e vlerës, shtylla jote e përkushtimit është mu thirrë te një vlerë e madhe, e që është domethënë Allahu në Kur'an pe lidh me iman. Një shembull i dytë një ashtu pej Kur'anit, është shembulli i hidhrimit. Shembulli i hidhrimit të Allahut me robërit e tij. Për shembull, një musliman mund të më pasë një motiv të mirë për fetari, mund të më pasë një disponim të mirë në radhë për fetari. Edhe mund të më largu prej disa gjunave. Dikush largohet prej disa mëkate pasi bezdiset prej tyre, ose pasi ju i del shtrenjt, ose i del keq, ose i kthehet me vujtje. Pa për shembull disa mëkate mi pa Allahu hidhrohet me mua. Apo kjo më kanë shtylla mbajtëse pse ti largohesh me disa mëkateve. Allahu subhanahu wa taala thotë kështu në Kur'an. Thot kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hani prej të mirave që ne u kena dhënë. Apo ne u kena furnizuar. Keni vëmendje? Që ajo është pjajetë shumë sfiduese për realitetin e shumë muslimanëve të sodit. Thot Allahu, hani prej të mirave që ne ju kemi furnizuar me to. Wala tadghaw fi. Edhe mos gaboni me kalu kufit. Mos gaboni me bë, domethënë me të kalu kufit edhe me të tepru. Thot Allah, fa yahilla alaykum ghadabi. Nëse i kaloni kufit, mbi ju bie hidhrimi im. Nëse i kaloni kufit, mbi ju bie hidhrimi im. Abdullah ibn Abbas, edhe të tjerë prej selefit kur kanë marrë me interpretu dikush ka thonë mos i kaloni kufit, mos bani zullum. Me po dy interpretime diçka janë te ky ajet. Çka i bë hani pi të mira që ju kena dhënë, edhe mos gaboni me shkel kufit. Interpretimi thot mos bani zullum. E para domethënë mos bani zullum, eventualisht domethënë mos i të bësh i fortë janis, apo me pas ti domethënie edhe ndikim. Mos mashtroje kjo në raport me të tjerët me pas zullum. Interpretimi i dytë që është të partë tonë të mirë, mos gaboni të mirat që ajo kombon unë mi përdor në gjinohe. Domethënë bashkë kur i tu kanë drejtë renat i ki qelë do dy gjinohe, që si ki pas më përpara. Bashkë kur janë bërë rena të mira, kanë u stabilizuar mirëqenia financiare e jotja, pavarësia jote financiare ka shku tu bë dhe më stabile kështu më radh, bashkë atëherë tu kanë shtu apetitet për do gjinohe, edhe ki nis mi pyet mi gjet do fetva për do mëkate e ku di unë çka. Kan thonë dietarët, çugajet po thot, kush begatohet me mirësi, begatohet me të mira, edhe pastaj e shtohen apetitet me rënë gjinohe. Edhe nis të mirat e Allahut, pasurinë që ka dhënë Allahu, me e përdor për mëkate,
Nuk ka thjesht me kujtu kjo se si e tu të regu mirë njëzën dhe Allah ka me ta nalën begatin. Kjo du të me kujtu që është i rrezikum me hidhrimin e Allahut. A hidhrimi i Allahut në Kur'an, a dini për kanë u përmendur shumë ti? Është përmendur për hebrejt. Domthon prej të i begatuari, i destinuar për mu kërcënu domthon me hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. A ka gjas për shembull, fjala bie na kena presion familjar për shembull. Presion familjar për shembull. Bashkëshortja, fëmijët, pse vështikimet e çto përcaktime krejt çështja jote apo domethënë janë liru të çto sene, apo nuk ishte që s'kishte një mendim tjetër. Tash ti ki presion familjar për me i relativizu disa mëkate se tu kanë drejt rrenat. Edhe ti mu pas edukuar me çka jetë, domethënë un kam presion për këtij ajeti. A kuptoni? Domethënë i shfryzojmë në të mirat e Allahut mëkat, mbe hidhrimi i Allahut mbi mu. Bie hidhrimi i Allahut mbi mu. Tash me u eduku na si musliman që të e falëndroj Allahun, Allahu t'i ruan të mirat. Të e falëndroj Allahun dhe duke shfryzuar të mirat e Allahut në hajër shtohen të mirat. Kjo është shumë domethënëse. Veç me e nxjerrë nga çyki kënd. Që të i përdor të mirat e Allahut mëkate, kërcënohesh me të rrah hidhnimi i Allahut me ty, kjo është domethënë shtyllë shumë e fuqishme. Shumë musliman bin let mëkate mos i ndreqën rrenat, se ç'ka shtyllë mungon. I mungon shtylla që mi lidh sanat me imanin, i mungon shtylla që do të menet në distancë prej mëkatit, se domethënë mundet me ardh hidhrimi i Allahut. Shembulli i tretë është shembulli i mallkimit. Allahu subhanahu wa taala thotë për Bani Israilit, thotë lu'ina alladhina kafaru min Bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Thotë janë mallkuar Bani Israilit nga gjuha e Davudit alayhis salam dhe Isait të birit të Maryamës, dhe kjo nga që ata kanë bërë mëkate edhe kanë tepruar. Keni vëmendjen? Kanë bërë gjuna dhe kanë tepruar. Janë shumë gjuna. Pastaj thotë kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yafalun. Edhe nuk i nalshin një tjetrin për punë të këqija, sa punë e keq që kon kjo këtyre. Domethënë tash ka mëkate, ka teprim edhe ka braktisje të davetit. A është qartë? Ka gjuna, u bë normal. Tani ka nis domethënë gjunohi me mor dhëna, edhe pastaj edhe është braktis davetit. Edhe Allah po thotë janë mallku domethënë Ben Israelit. Tash keni konsiderat në vëllezër. Me bona muhabetin e gjunave në mesin e shoqënisë tonë. Edhe mos më na dhim të hiç zemra që na duhet me bë davet. Edhe mos më na dhim zemra hiç që na duhet me bë diçka për me ndryshuar këtë situatë. Është qartë? Pse për shembull këtë temë mos më analizuar edhe ka këngë të vështrime, mos jena potencialisht më mallku. Mos jena potencialisht për të mallku. Jo vetëm me davetin apo përgjegjësia ime, ose sa kom sevape, ose daveti është derë e madhe sevapeve. Po, daveti është derë e madhe sevapeve, mirë që kiket. Veç unë konsideroj që është shtylla më e madhe për me nejt davet, me menu që nashta braktisja e davetit më kon arsyeja që të mallkon Allahu subhanahu wa taala. Ose një shembull tjetër. Shohim Muhamedit dhe Abu Davudi, Sheikh Albani thotë hadithi sahih prej Abdullah ibn Amrit, thotë pejgamberi thotë Abdullah ibn Amrit thotë la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. I dura Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar atë i cili jep rishfet edhe atë i cili merr rishfet. Tash për shembull tema e rishfetit. Mund është ndoshta në distancë, s'është kulturë, familja s'ka edukuar ashtu, këtë në rregull apo? Ose eventualisht po zihem dal keq. Mirë është që këtu senet ndihmojnë. Veç me e kthy distancën tonë prej rishfetit me temën e mallkimit, shumë shtyllë e fortë kjo. Shumë është shtyllë e fortë. Domethënë vëllazër, u dash me po çka hyrje pikërisht për marrë çto. Domethënë, imani, hidhrimi dhe mallkimi, unë konsideroj se janë shtylla të forta në jetë. Nëse senet i lidh me iman, i lidh me hidhrimin e Allahut, i lidh me mallkimin e Allahut, shumë do tema që na kena hap debat që 10 vjet ishim shel moti. Është qartë? Veç kështu thonë, këta nuk mundet më kon këtu një përcaktim kaq relativ përderisa bëhet fjalë me iman. Nuk mundet kjo mesele me pas 2 mendime, 3 mendime nëse mesela është me hidhnim. Nuk ka mesele që spekshyrmi, më që elhamdullah shumë sene tjera të fetarisë kena mirë, me që domethënë kur e konsideron domethënë që tema ka të bëjë me mallkim. Tash është një pyetje e cila është baza e kësaj ligjërate. Cili është themeli që neve na ka dobësu në fetari? A kuptot? Domethënë te ai rishfetit ju ka dobësu kjo që rishfeti është me mallkim. Që ky veç me menuç këtë punë, domethënë nuk e merr me çaç kollëllok. Ky që ka praktikë davetin, më ke llogarit domethënë me mallkim. Ai tjetrit me atë veprën tjetër e tjetrën. Shka është dobësu te na, cili themeli fetaris është dobësu te na, që fetaria jonë ka çka shumë kriza. Me sfidu dikush si pyetje për shembull, ai kishmi pas një përgjigje.
Ndoshta inshallah mas ligjatës mundemi me kthyn bisedë, po unë besoj që arsyeja edhe tema kryesore që neve na ka dobësu fetaria është ai temeli i parë që aty na udhëzimi na ka met, po që ai temel na ka dobësu. Ne kemi pas një themel vllazni, krejt këtu, unanimisht. Kejt, domethënë pa përjashtim kur i na udhëzoi kemi pas një domethënie që na ka shoshnuar në fillim të udhëzimit. Cila është ajo? Subhanallahu, Allahu çfarë domethënie ka lënë në emrin e fesë së tij. Feja e tij quhet Islam, që i bie dorëzim. Koncepti i dorëzimit u koni fort. Koncepti i dorëzimit është i dobët. A është e qartë? Domethënë, kjo, ti mundesh për shembull me gjet fejen si përmbushje, të lumt, me gjet fejen më që ta ka rregulluar sistemin e jetës, të lumt, me gjet fejen që të ka largu pi shumë anomalive negative, të lumt. Gjithçka e mirë ka mujt me ndodhë te koncepti i fetarisë. Ama në moment që dobësohet që shtyll, që feja o dorëzim, domethënë kimë pas kriza. A jemi qartë? Domethënë, gjithherë duhet me punu, me e sforcu që kjo domethënie, me e vënë në praktik, edhe me e kuptu. Se sa që investojmë që kjo domethënie kemi investuar në fetarinë në tërësi. E forcon konceptin e dorëzimit, ki fetari stabile. E dobëson këtë koncept, për shembull, ndonjëherë ndoshta janë disa trajtesa, ka hapësirë për çasti trajtesa. Nuk është që s'ka hapësirë. Po çastja në trajtesë e dobëson konceptin e dorëzimit, na duhet më shmong. Sepse kur dobësohet shtylla koncepti dorëzim si shtyllë fetaris, rrjedhëmisht domethënë kanë mund të dobësu shumë shka që mahet pastaj ajo, domethënë ajo shtyllë. E Allah subhanahu wa taala e ka përmendur në Kur'an shumë, nuk po du më xhanut se nuk kena edhe shumë kohë. Domethënë që fetaria është dorëzim. Edhe kur i ka lavdu Allah azza wa jall, pejgamberit i ka lavdu pikërisht për dorëzimin e tyre. Kur e ka përshkruar fetarin kulmore, e ka përshkruar kryesisht me domethënën dorëzim. Tash po kthejmë edhe një herë çdo tre shembuj, të cilët kanë imani, hidhnimi dhe mallkimi. A mumi që këtë çështjen e dorëzimit, që konceptin bazë, që këtë shtyllën e madhe fetarisë me lidhje me çdo tre konceptet. Për lidhje me imanin, thot Allah subhanahu: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nuk i takon një besimtarit, Allahu prapë e lidh me imanin. Thot nuk i takon një mu'min edhe një mu'mina, nuk i takon një besimtarit edhe një besimtarës. Kur Allahu vendos për një punë, ata me pas një alternativë tyne. Ata me pas një alternativë tyne. Çka është intenca kuranore? Intenca kuranore është që ti që këtë çështjen e dorëzimit lidhë me imanin. Lidhë me imanin. Nëse te ti koncepti i imanit është në nivel, kuptohet që ky iman do të më ta forcojë dorëzimin. Jo rastisht Allahu ka thonë. Nuk ka thonë nuk i takon muhaxherëve, nuk i takon ensarëve, ka thonë nuk janë besimtarë të besimtarë ditën e gjykimit. Kur Allah vendos për një punë, domethënë nuk ka tek ata domethënë në diçka tjetër. Ose, cila është shembulltyra, thot Allah subhanahu: "Inna ma kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Fjala e besimtarëve, prapë me besimtarë lidh, prapë lidh me iman lidh. Thot fjala e besimtarëve dhe njerëzit imanit sot është që kur thirrën tek Allahu dhe i dërguari i tij, që Allahu dhe i dërguari i tij me gjyku. Kurani dhe Suneti me gjyku, fjala ty në është dëgjuam edhe bindëm. Ata janë të edukuar se imani të edukon të dorëzimi. Tash për shembull, nëse na i gjendemi në fetari të caktuara, që na to allakot shumë mijik që ti dorëzimi. Atëra duhet më bë marak të koncepti bazë, që u lidh ka domethënë me krejtat. Domethënë çyki dorëzim u lidh ka me domethënë me imanin. Hidhnimin që morëm shembull. Thot Allah subhanahu: "Walladhina yuhajjuna fillahi min ba'di ma stujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alayhim ghadabun wa lahum 'adhabun shadid." Thot Allah azza wa jall. Ata që polemizojnë fen Allahut. 500 pyetje ka, pse haram? Pse në këtë kohë mos më ekziston një interpretim tjetër, apo? Ata të cilët i kanë polemikat për fen Allahut pasi që ju është bë thirrja, domethënë ka disa interpretime çka është bë thirrja. Thot argumentet e tyre janë të shfarosura, argumentet e tyre janë të azhësuara dhe mbi ta është hidhrimi i Allahut. Mbi ta është hidhrimi i Allahut. Tash, nëse ki situata të caktuar, që ti dosh me hik dorëzimit, nëpërmjet interpretimeve fetare që kanë krijuar te ti polemik fetare. A dosh me sforcu domethënien e dorëzimit të thonë ka se kjo u mrrezikoi ka Allah më i dhnumë. Mund ti sitën herë për sitën temë të fesë ti ki 100 muhabete, 100 debate, 100 diskutime. Ndoshta edhe jo me njerëz. Për shembull vetëm në formën se si kërkon. Ka njerëz për shembull nuk e shohin vetën ty këtë, thotë se unë nuk kam debatu kurrë me hoxhallart për disa domethënie fetare. Ndoshta kërkimet e tua nëpër libra, kërkimet e tua në internet për gjetë material
janë formë e polemizimit tanë me fenë Allahut subhanahu wa taala. Edhe ata shkip polemizim për shkak. Gatishmëria e dorëzimit është e dobët. Gatishmëria e dorëzimit është domethënë e dobët. Ka domethënë një musliman për shembull kur e menon si koncept me ik pi hidhrimit të Allahut. Apo me ik pi hidhrimit të Allahut, çka prodhon kjo? Kjo prodhon dorëzim. Se ja kimu dorëzuja ka mu të hidhnu Allahu te bareke ve taala. Ose shembulli i domethënë i mallkimit. Thot Allah subhanahu thot fabima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya. Kjo që ata këtu në këtë rast flet për hebrejt, po shembull për edhe për të tjerët. Thot kjo që ata i thyn kontratat edhe marrëveshjet edhe beslidhet me Allahun. Thot ne i mallkuam ata. I mallkuam edhe u bërëm zemrat e vrashta. A duhet për shembull ndonjëherë kur jap Allahu besën për një punë që kur mos e vaj. Edhe kur jap Allahu besën që kur nuk ka më shpërfill më çka vepër. A duhet me shoshmëna që kjo si shtyr? Don ka se mas çisaj beslidhje më raport me Allahun të ndryshe. Edhe me menu që këtë meselë, tash edhe nëse bëhet fjalë për diçka fakultative, ose një beslidhje që ka të bëjë ndoshta me diçka që ka hapësirë, me e sforcu ndjenjen e dorëzimit me frikën e mallkimit. Domthon pe iki mallkimit Allahut po dorëzona. Se domthon Allah ku po tregon për Beni Israelit po tregon karakteristikën që neve na kërcënon. Nuk po kallzon vesh karakteristikën e kufrit edhe të shirkut të tyre, po kallzon ani diçka që mund domthonën me na rreziku edhe neve. Ka edhe shumë shembuj të tjerë, domthonën që kisha pas dëshirë me përmend të fundit edhe pastaj me dalën te mesazhi. Allah subhanahu wa taala në ayat na i përmend edhe shembullin e idhnimit edhe shembullin e mallkimit. Thot Allah taala: "Wa yu'adhibu al-munafiqina wal-munafiqat." Allahu kam i bë azab, kam i ndëshku hipokritët edhe hipokritët. Wal mushrikina wal mushrikat, edhe mushrikët edhe mushrikat. Idhujtarët edhe idhujtarët. Adh-dhannina billahi dhanna saw. Cilët kanë menu mendim të keq për Allah. Cilët kanë pas mendim të keq për Allah. Thot alehim da'iratu saw. Mbi ta është e keqja. Wa ghadiba Allahu alehim. Edhe Allah është hidhur me ta. U përmend hidhrimi? Edhe diçka tjetër thot. Wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira, edhe i ka mallku, edhe ja ka bë gati xhenemin, edhe sa fundi keq është për këtë. Allahu te barekuhu teala po tregon për hipokritët edhe hipokritët, edhe mushrikët edhe mushrikët, mirë po përmend një karakteristikë që kanë mendim të keq për Allahun. Çka është funi tyne? Aty nuk takon e keqja, hidhrimi i Allahut, mallkimi, xhenemi, funi i keq. Keq të janë të lehta? Jo nuk kanë të lehta. Mirë po tash më bëni pyetje. A ka mendim të keq mesin e muslimanëve? Mendim të keq për Allahun. A ka mendim të keq për Allahun? Domethënë, Ibn Qayyim thot pak njerëz pështojnë për mendimin të keq për Allahun subhanallahu teala. Tash po du me pruni një diçka që unë dyshoj që aty kena mendim të keq për Allahun. Unë dyshoj që njerëzit domethënë kanë shumë mendim të keq për Allahun. Mos dorëzimi është formë për formave të mendimit të keq për Allahun. Nuk ku thot Allah subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi s-silmi kaffa." O që keni besu, heni plotësisht në fe. Heni plotësisht në fe. Kjo është edhe urdhëresë edhe ofertë. Është edhe urdhëresë edhe ofertë. Cila është urdhëresë edhe oferta? Me hi mu dorëzu komplet. Heni në Islam dorëzonu plotësisht. Tash po du me marr një shembull për me kuptuar, kena mendim të keq për Allahun, as kena mendim të keq për Allahun. Nëse një mbret të jep një ofertë, thot eja në mbretërinë time. Eja në sundimin tem. Eja domethënë në çdo të mirat e mia. Bëu pjesë e oborrit mbretëror. Bëu pjesë e familjes mbretërore. Mirë po thot janë disa urdhresa, disa kushte edhe disa domethënë ndalesa. Nëse ti thu jam interesuar për ofertën, mirë po kam dëshirë mi këshyr kush janë njerëzit që to ndalesa, urdhresa dhe apo i bie që ti nuk i çash mendim të mirë për mbretin. Se kishe pas e kishe pranuar ofertën në plotësi. A e kuptoni? Nëse çaj mbret është shumë i urtë, shumë i mençur, shumë largpamës, një ofertë kaq e mirë, shumë zemërgjon, shumë i mëshirshëm, kur ai thotë hajde mbretnin teme, mirë po janë do ndalesa, janë do urdhresa, janë do kufizime, janë do kushte. Kur ti thu ti kshyrin jashtë të kushte tani po vi, që kjo me selektim ose ti s'ki mendim të mirë për mbretin. E Allah subhanahu wa taala ne na ka urdhëruar me hi komplet. Na ka urdhëruar mu dorëzu komplet. E na po dorëzohëm te namazi apo te do punë tjera jo. Apo kjo formë për formave të shpërfaqjes së mendimit të keq për Allahun subhanahu wa taala se me një far forme, sikur po do me ja vlerësua ofertën. Apo me ja vlerësua ofertën e tash me zgjedhën e të oferta. Dohon diçka po pranoj, diçka nuk po pranoj. Diçka bollë feja dhe në çto më përzim. Mana tona
nuk janë rënë, nuk jam interesuar domethënë feja me konën në tërësi. Allahu subhanahu wa taala na jep një evidencë kuranore. Çka i bëj kjo domethënë kur ti përzgjedh. Kjo çështja domethënë mi analizu kushtet, mi analizu ndalesat, mi analizu urdhresat për modërzu plotësisht apo mos modërzu plotësisht. Thot Allah subhanahu. Afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd? Thot apo besoni në një pjesë të librit edhe po e mohoni një pjesë tjetër? Thot fa ma jazau me yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya. Çka keni me prit diçka tjetër është problem. Kush e bën kët, vetë se një poshtrim dynjë. Një poshtrim dynjë. Wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashad al-'adhab, edhe në ditën e gjykimit këta kanë mu dërguar dënimin më të dhimbshëm. Kanë mu dërguar dënimin më të dhimbshëm. Wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun, dhe Allahu nuk është që nuk e di dhe nuk e sheh atë çka jeni duke punu. Thot ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah. Këta janë ata të cilët e shesin ahiretin me dynjë. Kush e shesin ahiretin me dynjë? Këta që bojnë qasje selektive në fe. Dynjaja është zakonisht arsyeja pse këta bojnë këtë qasje selektive. Pastaj thot fala yukhaffafu anhum al-'adhab wa la hum yunsarun. Këtyre nuk ju lehtësohet dënimi edhe nuk kanë mu përkrahur prej Allahu subhanahu wa taala. Po i radhës dënimet. Khizyun fil hayati ad-dunya. Po shtrim dynjë. Wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashad al-'adhab, ditën e gjykimit kanë mund dërguar dënimin më të rënd. Pastaj thot wa fala yukhaffafu anhum al-'adhab, dhe kur nuk i lehtësohet dënimi. Wala hum yunsarun, dhe kur nuk kam ju ardhur në ndihmë për me dalë pikë kësaj gjendje. Pse këtë kjo? Pse kështu kam mendon për këtë? Kam mendon se kam pasën një fetari, domethënë selektive, duke besuar diçka, edhe duke mohu domethënë diçka. Zakonisht kjo ndodh, sikur që pa Allahu subhanahu wa taala, shkaku i pazarit edhe i kompromisit ku shitet ahireti domethënë për dynjë. Çeta shka nuk e kanë shit ahiretin. E që Allahu na i ka rujt historinë edhe evidencën e tyre për me na i kallëzuar shqibe. Kush janë ata? Janë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë shembulltyra kulmore, shka i bën mu dorzu. Mirë, po janë dorzu se kanë shit ahiretin për dynjë. Çeta çyshe kanë manifestuar domethënë shembulltyrën e tyre, domethënë të pjesa e dorëzimit, edhe qësaj fetarijës që s'ka nal ta verifikoj, nal ta shikoj, nal ta shoh, ose mbush mendjen. E shënon Imam Abu Davudi, shërmoi thotë hadithi o sahih prej Enesit radhiyallahu anhu, thotë jam kon duke i shërby burrave të shtëpia e Abu Talhas, të i shërby alkool, të i shërby raki, thotë fa dakhala alena rajul. Edhe tha hini një njeri, hini një burr. Fa qala inna al-khamra qad hurrimat. Dhe na tha burra rakia u bë haram. Thot wanada munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa qulna hadha munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tha dhe thirrsi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Te lalli që e kanë ngarkuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tham, "Ej, ç'ky është thirrsi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Venire thirrsi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë nuk e kanë ni këtë ndalesë direkt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kanë ni me ndërmjetës. Dikush ka kanë transmetuar. Ky thirrës, au kon gojtar, au kon orator, au kon dietar, au kon sheh që ta mush menën, au kon që ti ka mojt 200 dersa. Jo, thjesht ky ka me gazu se Resulullah po thotë u bë haram. Edhe shka janë çu me njerë çashtu që janë kanë dalë edhe, domethënë i kanë derdhën, domethënë alkoolin që e kanë pas. Domethënë shumë ndërrua vëllezër, dobësime në fetarinë tonë që e kena, që se shtylla e dorëzimit është e dobët, shpesh na kena qef mjalon fajin që tërkujt. Sidomos në diskursit fetar. Për shembull, i na kon fort çto vitet fetarisë se domethënë janë kon duderse të forta, janë kon xhallar aktiv, u kon kështu. Pse pe lidh gjithë me xhallar me davet edhe me rrethona? Pse nuk pe lidh që ti shtyllën e dorëzimit e ki dopt? Është i qartë. Domethënë këtyve sahabeve që neve burra ju ka mjaftuar me një vesh me zonë, thonë, çu kjo thirr si Resulullah, domethënë ju ka mjaftuar vetëm saktësia e informatës, çka kaq u kry. Edhe ata kanë thonë u kry mos na episodit nuk e pimi më alkoolin. Ose një shembull tjetër. Shënoi Imam Muslimi, për Abdullah ibn Abbasit, si dua Allah sallallahu alaihi wasallam e ka pa një unaz në dorën e njërit prej burrave. Edhe ka thonë ya amidu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadi. Thotë apo vakia që dikush pi juve një gaz të zjarrit e man në dorë, kuptimin që domthon ki mund dënu me xhenem se është ndaluar për burrat e këtij umeti domthonën ari. Domthon kjo fe po e vërtetë është ka mund të përzjedhë çka ama unaz edhe avesh më ndafsh, po e vërtetë është se ti ki më dorzuar kretat. Është i qartë? Domthon nëse si ki kuptu fen, çështuar atë si ki kuptu. Edhe ama unaz të arit, edhe avesh më ndafsh, kjo është shumë personale. Domthon çka të personalen ti je i dorzuar. Çka që thjesht. Edhe pastaj e merr edhe e hudhaj, domethënë
atë unaz, pasi e merr domthon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata i thonë merr edhe shko përfito, domthon shite, thotë jo, masi e ka gjujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e marr. Ose e shënoi Muslimi prej Hudhaifës radhiyallahu anhu, tregon për natën e luftës së Hendekut që ka qenë natë shumë e ftoftë. Ka qenë shumë natë e ftoftë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas dëshirë me ditën të bastioni armikut çka po zihet, çka farplane kanë. Edhe thot ala rajulun yatini bi khabari alqawm ja'ala Allahu ma'i yawm alqiyamah. Thot apo çodi dikush për juve me shku me mpru haber për atyne, me i midis armikut, me mpru lajm, me mpru. Thot e boft Allahu këtë njeri bashkë me mua në kiamet, ditën e gjykimit. Do në kof me mua në xhenet. Ktu ka ofertë vllazni. Pesh keni vëmendje? Çka thelbi ligjatës. Me çka rast në Hudhaifës e kuptoni çfarë ndosh me thonë. Me thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Çu, hajde me mua në xhenet." A është ofertë e madhe? Nuk u quë Hudhaifja. Nuk është quë Hudhaifja dhe çata shenkon. Pastaj thot feseketna, tha na heshtëm. Falam yujibhu minna ahad. Asnjë për neve nuk tha Rasulullah po shkoj. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Qum ya Hudhaifja." Çu Hudhaifja te. Edhe i thot, më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Fa'tina bi khabari alqawm." Shko bena, çapo folin ata, shkan tu po plane. Thot falam ajid buddan idh da'ani bismi an aqum. Tha spota çare pa uqusëm përmeni me emër. Ta cila është më e madhe vëllazë? A më e madhe me thon Rasulullah, hajde me mua në xhenet? A më thon çu Hudhaifja? Po folin mendësin ton, më e madhe është me thon hajde me mua në xhenet. A më e madhe për Hudhaifën u kon shtylla e dorëzimit se premtimi për xhenet. A e kuptoni? Se ka shumë Hudhaifja me fitu xhenetën me punë tjera. A më kur ka thon ti dush më çu. Kur na do të më dorëzu? Më dorëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Grasu jo domethënë, një pjesë fetari sahabëve na s'u kuptojmë pikërisht se na se kena kuptuar shtyllën e dorëzimit. Si na kuptu, më shtyllën e dorëzimit. Shënon Abu Davudi, sharboi thotë hadithi ose sahih prej Salamës, thotë kur ka zbrit ajeti kuranor, shloni domethënë ato pelerinat, mbulohuni, domethënë urdhresa për gratë për të mbuluar, thotë Salama, kharaja an-nisa'u al-ansari ka'anna 'ala ru'usihinna al-ghirban min al-aksiyah. Thot kanë dalë me një herë gratë ansarëve, thot edhe mbulu me pelerinat zezat që ju kanë qellu, çish kanë mujt na për koka, thot u kanë një pamje e çuditshme, sikur se kanë domethënë sorra na për koka. Domethënë as kanë mujt mi ndresh xhamia të mirë. Ma shpejt domethënë me mbulu. Shënon Imam Buhariu prej Aishës radhiyallahu anha, thot yarhamullahu nisa al-muhajirat al-awwal. Allahu i mëshiroft gratë e domethënë muhaxhire të parat, thot lamma anzala Allahu, domethënë kur e ka zbritur Allahu ajetin, thot shaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Thot kur e ka zbritur Allahu ajetin që mbulohuni, thot pelerinat që kanë pas pjesën e sipërme, thot i kanë marrë më shpejt i kanë shkruar dhe kanë mbulu kokën. Jo me shku domethënë shpe, me pa çka ka mundsi, domethënë mundsinë më të mirë të mundshme për më mbulu. Domethënë me një herë kanë kuptuar që do të mu dorëzu. E shënon Imam Ibn Abi Hatim, tefsirin e tij, pse baza është edhe te Imam Abu Davudi, po në çiket plotësia është vetëm te Ibn Abi Hatim, thot Aisha radhiyallahu anha. Masi përmend vlerën e grave të Qurayshve, edhe domethënë ato virtytet e tyre, thot inna linisa'i Quraysh la fadla. Padyshim që gratë e Qurayshve kanë një vlerë të madhe. Wa inni wallahi ma ra'aytu afdala min nisa'i al-ansari ashadda tasdiqan bi kitabillahi wala imanan bitanzili. Thot, nimet gratë e Qurayshve kanë pas shumë vlerë. Po veç nuk kanë pas sikur gratë e ansarëve, nuk kanë pas burrnesha, gratë përkushtuar çaq shumë me e vërtetu, edhe me e zbatu, edhe me u dorëzu librit të Allahut sikur sa ato. Thot kur ka zbrit ajeti për më mbulu, thot inqalaba rijaluhunna ilayhin. Burrat më njëherë shkon te shtëpia. Burrat mas në ajetin shkon më njëherë te shtëpia. Thot yetluna alayhinna ma unzila ilayhinna fiha. Thot shkon edhe ja u lezuan ajetet që kanë zbrit për to, domethënë për këtë azim me hijabin. Thot wa yatlu ar-rajulu ala imratihi wa ibnatihi wa ukhtihi. Edhe shkoi ke dikush ja kënaqë grujës, dikush ja kënaqë motrës, dikush ja kënaqë vajzës. Wa ala kulli dhi qarabatihi. Edhe çdo që kishte të afërme, shkoi kemi ja kallzu çka ajet. Mja lexu. Wa ma thot ma minhunna imra'atun illa qamat ila mirtiha al-murahhali fa'tajarat bihi tasdiqan wa imanan bima anzala Allah. Thot cila do gru që e kanë për herë të parë këtë ajet, e ka marrë thot pelerinën që e ka pas sipër, edhe ka do edhe umblu. Cila do gru
që e ka marrë, e ka do pelerinën, një pjesë e ka lënë për me mbulu trupin, një pjesë domethënë për me mbulu kokën deri tek gjosi. Thot fa asbahna yusallina wara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam subh mu'tajirat ka'anna ala ru'usihin al-ghirban. Thot veç kur er vakti sabahit me fal me rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, thot krejt janë kon të luta. Krejt janë kon të luta në vakt sabahit, domethënë nuk i ka kap 24 orë shin këtë. Tash, ajo që po duhet të tutë që pjesa e Aishës radhiyallahu anha dhe shembulli të grave të ansarve që domethënë me uru musliman burrat me pas një dhjetën e këtij përcaktimi domethënë të përkushtuar të këtyre grave. Thot yatlu ar-rajulu ala imra'atihi wa ibnatihi wa ukhtihi. Burri shkoj kja lexojke gruas ajetin, motrës edhe bijes. Vinire yatlu, ja ka lezu, s'po thot ka debatu, s'po thot ka diskutu. Nuk i ka tregu për dobit e hijabit, e sa i mirë është hijabi, përcaktimi me hijab sot tani imam fetarinë, shpërblimi i Allahut, e xheneti i Allahut, e shpëton thjesht veç yatlu, veç ja ka lezu. Pse u kom për ata e mjaftueshme veç me lezu? Se shtylla e dorëzimit do kanë fort. Nëse dikush për shembull sot thotë, jo, do të shumë arsyetim, shumë shpjegim, mu bo gati sfidat bashkëore, rrethonat, orientimin karrierë, çish me menaxhu nëse është beqaresh, martesën, nëse është e martuar, çish me familjen ku është e martuar, me burrin, me 100 hesape, apo 100 hesape se 100 herë e kim adopt shtyllën e dorëzimit se sa selefi. Nuk ekzistojnë 100 hesape nëse shtyllën e dorëzimit e kitë fuqishme. Domethënë, shumë herë kena diskutime fetare, sepse na aty shku për rreth temës, se s'po domi me fol për shtyllën e dorëzimit. Nuk kena të fol për çiket koncept, që tu ndreshet këtë fetaria. Kur dash mos pengu më në fe. Vesh me kuptu konceptin e dorëzimit, mirë. Me lenë Allah subhanahu wa taala kim kon stabil. E shënon Imam Tirmidhiu dhe Sheikh Albani vlerëson se hadithi është sahih. Për Amr ibn Shuaibit ai pi babës vet ai pi gjyshit. Thot, kana rajulun yuqalu lahu Marthat. U ka një sahabi që ka pasur emrin Marthat. Po na tregon, domethënë ky transmetim. Thot, wa kana rajulun yahmilu al-asra min Makkah hatta yati bihim al-Madina. Thot, e kishte si obligim Marthedi me shku me i morën të burgosurit në Mekë, edhe fshevarazimi prun Medinë. Me mujt domethënë me i hek pi dorës së armikut. Wa kanat imra'atun baghiyyun bi Makkah yuqalu laha Anaq, wa kanat sadiqatan lahu. Thot mirë po në Mekë ka qenë një grua, e ka pasur emrin Anaq, ka qenë e pandershme, po ka qenë në lidhje pandershmërie me këtë sahabi, domethënë më herët. Dhe domethënë kanë pas një dashuri domethënë të ndërsjellët. Wa innahu kana wa'ada rajulan min asari Makkah biyahmilu. Thot pa të premtu Merthedi që ka më shku me morë një në Mekë me morë edhe me nxjerr. Thot faji'tu hatta intahaytu ila dhilli ha'itin min hawa'iti Makkah fi laylatin muqmira. Thot dhe një natë shkova, tinza natën me hin Mekë, me mujt me gjetë çat person me morë edhe me kthy në Medinë. Thot dhe shkova dhe mbështeta në një natë të errët, po me dritën e hënës, thot shkova nejta thot tek një mur dhe mbështeta. Ose tek një kopsht. Edhe tha, falamma intahaytu, thot falamma intahat ilayya Arafat. Thot pa thot me hije kur u afru te unë thot Anaqi, më kuptoi që jam domethënë personi me cilën ka pas lidhje dashurie më herët. Edhe thot Marthat, thot po thot marhaban wa ahlan wa sahlan. Thot Merthedi, thot mirë se ke ardhur. Një lidhje domethënë që kanë pas më herët. Halumma fabitta indana Leila. Edhe thot i ban ofertë të amoralitetit, domethënë atë natë. I thot ja Anaq harrama Allahu zina. O Anaq thot Allah e ka bëu haram zinon. Allahu e ka bëu haram zinon. Kjo tash shkaku i lidhjes së fuqishme që ka pas me kët, e shfryzon rastin se e di se Mekasit me di që on Mekë arrestoi. Edhe qet në kurth që ky mu dorzu para presionit të saj. Amë kjo ka pas dorëzimin para Allahut. Edhe i thot ja ahl al-khiyam, hadha ar-rajul yahmilu asrakum. O ju njerëz që tu jetu këtu pare, na përtenda. Ka ar filani që ti morën të arrestuarit, pengjet. Edhe thot فاتبعني 8 وسلكت الخندق الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخل. Thotë 8 veta thot më lshun thot në kërkim me mzon, thot mirë po arrita me ik derisa shkova thot me një shpellë.
Pastaj tha, thumma raja'u wa raja'tu ila sahibi fa hamaltu. Pastaj tha, ata u larguan e pon se s'u pon gjejn, thot u ktheva e gjeta atë vllahun që pata me e mora edhe pruna për Medinën. Tha hatta qadimtu al-Medina fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj tha shkova në Medinë edhe shkova te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja Rasulullah, anki hanaqa? A banu më bani çam me anaqin. Kom pas lidhje haram kaluam. A ban tash me shku më bë nikah me këtë vajzë. Fa amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yurd alayya shay'an. Dhe i duru Allah sallallahu alaihi wasallam nuk i ka fol kurrë. Deri sa ka zbrit ajeti kuranor, edhe i ka thonë ja mërthet. O mërthet e thotë. Az-zani la yankihu illa zaniya. Zinaçari martohet vetëm me zinaçare. Au mushrike, apo me një mushrike. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Dhe zinaçarën e marton, e ban nikah veç një zinaçar ose një mushrik. Fala tankiha. Mos gabo me bën nikah. Do thonë, e keni parasysh në çfarë situate të keq u konën ky sahabi. Do thonë u kon situatë të rënjes rob, madje të vdekjes. Madje domthonë e ka kuptuar që vazhdon mu kon lidhja e fuqishme mes dyve për me vazhduar atë lidhjen e harame që kanë pasur më parë. Ka ardhur ajeti që ti harame kimi bëni çani, grup pa ndershme, edhe u kry më për këtë. U kry, domthonë për këtë sahabi. Pse na sot vllazni kena shumë kriza në fetari, sepse krizat e tona kryesisht janë të thelbit të dorëzimit. Domthonë kena kuptuar shumë domethënie fetare, sa mirë që kena kuptuar, ve sa keq që se kena kuptuar në plotësinë e krejt domethënieve e dorëzimit. Nëse i dit 200 rregulla për këtë domethënie të fetarisë, shpërblimi, dënimi, afria me Allahun subhanallahu teala, shumë çka di. Këtë që tu përbëjnë kaq sasi që ti di, që tu më bë mukonën ti ishin kon të dorëzimit, kishin kryer punë shumë më shumë se sa shumë domethënie të tjera, ndaj domethënien neve na ka një situatë e kësaj natyre që islamizimin e pjesërisht edhe me selektime i na të posh shumë koncept normal. A nuk është normal? Edhe që këtë udhëzimin me kushte i na të posh shumë normal, mirë po nuk është normal. Po du me përmbyllën me një diçka që besoj është shumë e dhimbshme, po patjetër do të më thonë. Omer radiallahu anhu kur e ka recituar këtë ajetin, apo besoni në një pjesë të librit, edhe po mohoni një pjesë tjetër. A dini çka ka thonë? Sigurisht se ka shumë Imam Taberiu. Thot inna bani Israila qad madaw. Ka thonë Omer radiallahu anhu sahabe, bani Israilët kanë shku. Thot wa innakum antum tu'nuna bi hadha al-hadith. Allahu juve ju ka për qëllim në këtë ajet. Allahu juve ju ka për qëllim. Domthonë, po e mohoni një pjesë librit, po e besoni një pjesë, po e selektoni fetarin. Allahu me juve ka, jo me bani Israilët, me bani kanë shku, kry ata. Keni vëmendje çdo diçka. A dini historinë e këtij ajeti? Domthonë, po mohoni një pjesë të librit, po e besoni një pjesë të librit. Bani Israilët i kanë pas disa urdhresa në fe. Dhe këtë e kanë përmendur Imam Taberiu të këtë transmetimet e selefit që e kanë interpretuar çështu këtë ajet. Bani Israilët, saktësisht hebrejt e Medinës, një pjesë e tyre janë qenë në koalicion me fisin Aus, një pjesë janë qenë në koalicion me Khazrajët. Kur këto dy fisë arabe kanë hyrë në luftë me njëri tjetrin, këta kanë hyrë në luftë me njëri tjetrin. Se ky u kon koalicion me kët, ky u kon koalicion me kët. Janë vrarë vllaznit mes veti. Është qartë dy fisë hebreje. Çka ka ndodhur? Hebrejt e kanë pasën mos ju kry lufta. Koncentronu. Mos ju kry lufta. U kry lufta mes Ausit dhe mes Khazrajit. Kanë ra tek ta rob dikush, tek ta rob dikush. Kanë shku hebrejt e kanë pagu mos shtrenjtin dynjë lirimin e vllavit të fisit tjetër. Kjo burrni e madhe. Domthon kanë shku për shembull, ky është u koalicion me Khazrajit. Apo? Thon, unë e paguaj, ky robi shakaropin ato, unë e paguaj. Sa do në çikaç, ky duhet më dalë në liri. Pse? Thonë se kena në një marrëveshje me Allahun, nëse do njëri pineve, hebrejve, bën robni, na do të më pagu çmos me nxjerr. E Allah ka zbrit. Jo, knena për rëni besni kontratës me Allahun që doni më pagu lirin, a knena që keni kontratën që mos më vra, speruni. Keni vëmendjen. Në matematikat e sodit, për shembull thonë, më mirë diçka se hiç. Të janë kurit që janë vrarë mes veti, po mos më të bile se kanë lënë robri vllavin e vet. Një kontratë kanë pas mos me luftu, se kanë respektuar me Allahun. Po një kontratë që kanë pas që duhet me pagu lirin, e kanë respektuar. Tash me neve, me logjikën e sodit, a më mirë pak se hiç. Allahu që sa më mirë pak se hiç. Çastë selektive në fe i thot, një pjesë librit po e mohoni, një pjesë po e besoni.
A është e qartë? Arabët, mushrikët janë habit me hebrejt. Çish është e mundur këta njerëz? Natën luftojnë, ditën vinë negociata me pagu lirin, atyre me të cilët kanë luftu. Thotë jo se na çeta nuk mujmë me shkel. Çështu e kena bestilën me Allahun subhanahu wa taala. A mumi na më konë të që kishë shembull ndonjëherë? A mumi na në familje, me gratë tona, me fëmijët tonë, me familjet tona, e kena vënë kontratë çështu me Allahun. Çto për respektojmë, çto ja. Çto nuk mumi. Çto puna bëjmë përplas me punën, me familjen, me shoqërinë, me rrethin. Apo çto puna, se këto kanë thonë, këtu puna përplaset me koalicionin, na në koalicion kena me këta, këtu do të më shkel kufit me Allahun. Edhe kontratat me Allahun subhanahu wa taala. Elus Allahun subhanahu wa taala me na imush zemrën me dorëzim çaq sa na duhet për me jetësu me përkryrje edhe me fitu xhenetin e tij. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.